e atuarët dhe bishat. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në videon e radhës. Sot kemi gjë shumë veçantë, kemi R230, po jo R230 do si do. Nuk është standardja 350 apo 500, apo edhe 55. Kjo është 65 AMG. Më e mira që ka pas ofru AMG në atë kohë, edhe në ditët e sotme prapë është ndër më të mirat. Përveç V12 biturbo që e ka çdo SL65, kjo e thot Powered by Rentec. Është me paket me modul të Rentecut që arrit fuqinë edhe torkun edhe që nga 612 kuaj në 670 kuaj edhe nga 1000 Nm/m tork 1120 Nm/m. Që te frenat është me 6 pistona të AMG-s për ta frenu këtë bish, se kjo është shumë e fuqishme. Gjitha R230-at kanë qenë kabrio, përveç SL65-s Black Series që ka qenë me tavan të fiksum. Këto nuk janë kabrio me copë, po janë me tavan metalik, që do e shohim edhe pastaj. Është ndër dizajnet ndër makinat më të bukura. SL65 është me 4 marmita AMG, edhe 55 që ka pas 4, po standardet kanë pas vetëm 2. Tani do shohim edhe motorin. Që të kapaku motorit, duket që nuk është makinë standarde. Vetëm ky kapak i përdor boj 1900 pound. Është karbon. Ka logon, ka pllakën këtu personit që e ka bë me dorë këtë motor që e ka montuar te fabrika AMG-s. Kur flasim për fuqinë e kësaj bishe, e gjitha vjen nga ky motor. Ky është 6 V12 biturbo me 612 kuaj fuqi standard edhe 1000 Nm/m. Kur ka dalë ka qenë më e fuqishme se gjitha Lambot edhe Ferrarat deri në atë kohë. Tork ka 1000 N se aq përballon kamja. Po me paketën e Rentecut nga 612 shko 670 kuaj, edhe torku nga 1000 shko 1120 Nm/m, që është çmenduri fare, e pa një gjume deri në atë kohë, as si makinë s'ka pas në kohën që ka dalë kjo, kaq fuqi edhe kaq tork. Tani do vazhdojmë edhe me interiorin, se edhe ata e ka shumë të veçantë. Që te doreza derës fillo, që është keyless go, edhe hapet pa çelës, që për atë periudhë jo shumë makina kanë pas. Në interior pastaj kjo ka këtë ngjyrën e veçantë, është e kuqe komplet. Tapiceria është komplet me qepin çdo detaj. Sistemi audio është Bose, sendilet normalisht elektrike me memorie, me ftoje edhe me ngroje. Po nuk mbaron me aq, ka edhe këto komandat këtu të sendiles që i ka për fryrje edhe për masazh. Edhe bëhet fjalë për vitin 2006, ka 20 vjet që ka dalë. Edhe i ka pas gjitha këto gjona. Fakti që është me keyless go, ka dhe gjon më të bukur dhe butonin e lumturisë, që është ky engine start stop, te koga marshit, që në 20 makina. Pjesa tjetër pastaj është standard e R230-s, navigatori dhe komandat për klimën. Është e ngjashme me bencat e asaj kohe. Sendilet normalisht janë të veçanta AMG. Pjesën lart e ka komplet Alcantara, shumë e pastër, shumë e veçantë. Mbrapa nuk ka sendile, po ka hapësirë për të vendosur gjona personale, se edhe bagazhi, në momentin që futet kabrio mrena, reduktohet hapësira.
Shumë e rehatshme në eci, kjo është amortizator ABC hidraulik dhe përveç se është e rehatshme, kur e çon sport sidomos edhe në përkthesa, e rregullon veten, nuk ka body roll fare. Kthehet në makinë sportive direkt. Tani me tavanin e myll, ndryshe nga këto që janë me copë, kjo izolo zhurmat shumë se ajo. Bëhet si me qenë kupe, jo kabrio, se merr vesh. Edhe këtë zhurmën në sfond V12-ës që s'krahasohet me asnjë lloj V8 ose V6. Shkot kilometrazhi shkot 220 milje, 360 në orë. Kaq maksimumi që kanë pas në për AMG, kaq s'ka tjera me më shumë. Kjo është e limitume, po me heq limitin i afrohet edhe asaj top speedit, besoj. Sidomos tash që është me paketër në tek, tu s'ke ku ja shkel gazin deri në fund kësaj, është nuk i maro fuqia. Për këtë është përdor kame me 5 marshe 5G, se në atë kohë 7G-ja e bencit nuk e përballonte dot torkun. E thente kamion direkt, kështu që kanë përdor 5G-n. Edhe për versionin më mrapa, prap 5G-n. E ishte më shumë se 1 km në orë, punë 2 sekonda, 3 sekonda, nuk kom provu në erë kështu, këtë lloj, se 600 që do ke edhe ato janë mirë, po 65 që është komplet nivel tjetër, komplet ndjesi tjetër. Ka dhe këto marshet, ka këto butonat të mrapa, po këto nuk është se kamjo 5G nuk është se matë për nej shpejtësit madhe ndrim marshe, kështu që edhe në rregulli me këte. Ka aq shumë tork sa nuk ke nevojë për me ul marshe. Kjo do autostrad, autoban Gjermania edhe të kapësh vetëm me Porsche, me Ferrari, jo me këto tjera që ka në rrugë. Ose në jug të Francës, në Monte Carlo, atë është shtëpia e kësaj. Ul kabrion, se ndilet me ftoje, një gjë V12 në sfond edhe shko për te jatin kanë që e ke parku. Ose për kazino. Kjo makinë, kur ka qenë e re, vetëmja më e shtrenjtë se kjo, ka qenë vetëm SLR-ja në gjithë katalogun e Benzit, nuk ka pas më të shtrenjtë se 65 që AMG. Më vonë ka dalë Black Series, që ishte më e shtrenjtë, po kur është bëu kjo ka qenë më e shtrenjta përveç SLR-s. Po SLR-ja V8 ka qenë, kjo është V12, tork ka më shumë se SLR-ja kjo. Ta bëjmë që ta provojmë dhe kabrën e qik. Me kabrën e hapme, një gjohet pak më shumë zhurma motorit dhe zhurmat në rrugë, po nuk është aq keq, ka dhe atë wind deflectorin mrapa që e hapëm edhe ajo si kur e rregulloj balancoj qik. Normal kjo është mënyra më e mirë për ta shiju tamam rrugën, sidomos me pas në rrugë dhe më të bukur e ku ke mundësi për të dhënë gaz pak më shumë. Kjo makinë është tamam si vapor arti, edhe nga mrena edhe nga jashtë, po edhe motori që është i ngjashëm me motorin që përdor Pagani Huayra, shumë motor i veçantë. Kjo makinë nuk është se ka nevojë për shumë konkluzione, besoj e keni dalluar edhe ju sa e veçantë sa e mirë është, po do kemi edhe tjera akoma më të veçanta se kjo më mrapa. Du të falenderoj servis Donaldin që më dha mundësinë për të bërë review këtë makinë dhe do t'u lejmë me ca pamje të bukura nga droni, shpresoj t'u pëlqejnë.
Përshëndetje të gjithëve, sot kemi super mjet veçantë, që me thonë? Kjo është e 2005 e 2006-ës, mirë se SL65 AMG, R129, këtë R129 prap tash me dhap. Po ka për të majtë gjona ka kështu gjona personale. Qa me thonë tjetër?